këtu do ndalemi pak te simptomat, në cilat shenja duhet të na shqetësojnë në fazat e para, në fillesat e një tumori, sa kohë duhet një tumori të shfaqet në zorën e trash? Po një tumor mund t'i duhen edhe 8 edhe 10 vite, mund t'i duhen edhe 12 vite, të themi të vërtetën tani. Sa vite mund t'na duhen, duhet shumë kohë gjatë për të shfaqur një tumor. Pra nuk shfaqet me njerë. Por nga ana tjetër, ne duhet dim shumë mirë që fillimi i ndryshimit të theqes, pra njëherë bën bark, njëherë bën kapslëk, njëherë bën fort të trasht, njëherë bën yndyrore, duhet të kemi kujdes te kjo, sepse është parë në një studim, 6 muaj para ndryshimit theqes, personat ishin me kancer. Pra, dolën me kancer pas 6 muaj kur u bën një studim. Pra, kjo është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, duhet të shikojmë problemet e dhimbjeve zorës. Fryrje pa shkak, jo ku kemi ngrënë bukë. Por në një moment caktuar kemi fryrje, kemi gurgullima të tepërta, kemi gazra me erë shumë të rëndë, kemi probleme me tretjen. Këto ne duhet ta kuptojmë që sepse është viktime e parë, zora është viktime e parë e stresit, e ushqimit, çdo gjë atje shkon. Dhe ky është problemi më i madh. Këtë duhet të kuptojmë, kur shikojmë që na ka rënë niveli i energjisë, kur kemi disa probleme, pra kemi një debulesë, kur kemi një rënje të peshës, nëse kemi një rënje të peshës 10, 15, 20 kg, në këtë drejtim, që nuk kemi shkak, domethënë atëre patjetër që do i refusojmë. Ndoshta kur mbajmë dietë, nuk duhet të shqetësohemi se dikush më ka marrë më parë, thonte unë mbaj edhe dietë dhe kam rënë 7-8 kg. Pra nuk kemi ndryshuar ushqimet apo sasinë e tyre. Po. Pra në ndryshimet e tyre, pra këto ndryshime tek feqja, te dhimbja, te gurgullimet e barkut, te fryrjet pa asens, pra pas ushqimit, te gazrat, pra te fermentimi që po e bëjmë ushqimit, edhe te këto element patjetër që kemi, edhe temperatura është e rëndësishme. Nëse temperatura është diku 37.4, 37.5, 37.6, 37.3, po që nuk kemi një ndryshim, atëre kemi një inflamacion. Dhe kur i kemi dhe këto, atëre duhet dyshojmë. Dhe patjetër duhet të dalin pasaj të analizat e kryesore. E kuptova. Ka njerëz të cilët ushqejnë mirë, le themi, analizat dalin gjithmonë mirë dhe përsëri shfaqin këtë problemin e tumorit. Është genetike dhe si mund të mbrohemi në këtë aspekt? Genetike tani është vërtetuar që diku 5-15% të kanceri është gjenetik. Pjesa tjetër është epigenetik. Pra ka rënë teoria. Problemi është që ne nuk i heqim dot ato që ne kemi trashëguar nga prindrit, nga të parët tanë, por ne mund të shtypim dhe t'i mbajmë në kontroll. Kjo është thelbësoria. Problemi është që edhe sepse njerëz ushqejnë mirë, ka një gjë. Nuk kanë ushqyer mikrobiomën e tyre, nuk kanë ujitur tokën e tyre. Pra ti po thua, unë kam marrë një pemë palme të bukur, kam marrë edhe pletë mirë, por e kam mbjellur diku në një vend me gur dhe e kam rrethuar ose nuk e kam ujitur. Atëherë ajo nuk mund të mbi. Pra, kompleksiteti për të rregulluar dhe modifikuar të gjithësinë tona nuk është e kollajt. Tjetra, mund të kemi njerëz që ushqejnë shumë mirë, por duke ngrënë disa herë nivele të larta të pesticideve, duke mos i stimuluar, duke pasur nivel të lartë të stresit, ndoshta stresi që është nga faktorët kryesorë, ndoshta gjumi që ka një problem shumë të madh, ndoshta mos aktiviteti. Pra të gjitha këto janë të ndërlidhura, nuk shkaktohet një sëmundje nga një faktor ose dy. Janë shumë faktorë që ndikojnë, sidomos te kanceri që është shumë kompleks. Pra kanceri është një sëmundje shumë komplekse, nuk është kaq e thjeshtë që ne mund ta përcaktojmë.